Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, i familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në vazhdim të rubrikës ajeti dhe kuptimi i tij, me ndihmën e Allahut për sot do të flasim rreth ajetit 22 në surën Ibrahim. Në këtë ajet fisnik, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Që do të thot, dhe kur të marrë fund puna, shejtani do të thot: vërtet, Allahu ju bëri një premtim të vërtet, edhe unë ju premtova, por ju mashtrova. Unë nuk kam pasur kur far pushteti mbi ju, unë thjesht ju thirra e ju më përgjigjet. Prandaj, mos më qortoni mua, por qortoni veten. Unë nuk jam shpëtimtari juaj, e as ju nuk jeni shpëtimtarët e mi. Unë tani e mohoj që më bët ortak me Allahun në adhurim. Vërtet, të padrejtët do të kenë një dënim të dhëmshëm. Në këtë ajet fisnik, Allahu i madhruar na flet për bisedën mes shejtanit dhe pasuesve të tij në ditën e gjykimit. Në këtë bisedë mes tyre, pra mes shejtanit dhe ndjekësit të tij, ai pra shejtani do të thotë atyre: së pari, Allahu ju dha premtime të vërteta për xhenetin, udhëzimin, shpërblimin. Së dyti, edhe unë ju premtova, por ju mashtrova. Së treti do të thot: unë nuk kisha fuqi t'ju detyroja, thjesht ju thirra dhe ju më dëgjuat me dëshirën tuaj. Së katërti do të thot: mos më fajsoni mua, fajsoni veten tuaj për këtë mjerim që do t'jeni pra në jetën tjetër. Së pesti do të thot: unë nuk jam shpëtimtari juaj dhe ju nuk jeni shpëtimtarët e mi. Së gjashti do të thot: unë mohoj që ju më bët ortak me Allahun, duke më ndjekur mua në vend të tij për në vend të Allahut. Në fund, ajeti thot: keqbërësit do të kenë dënim të dhëmshëm. Ky ajet është një shkollë e madhe për të gjithë ata njerëz të cilët me dashje apo pa dashje e ndjekin rrugën e shejtanit. Ajeti na sqaron fare mirë se çfarë pasojash ka ndjekja e rrugës së shejtanit. Dhe në fund thot, ajeti thot se të padrejtët do të kenë dënim të dhëmshëm. Edhe ky ajet fisnik e i begat përmban mësime dhe mesazhe edukative, jo vetëm për muslimanët, por për të gjithë njerëzit. Sepse Kurani është fjala e Allahut,
krijuesi të njerëzisë. Dhe për këtë të gjithë njerëzit duhet ta lexojnë Kur'anin, ta kuptojnë dhe ta zbatojnë atë në jetën e përditshme. Prej mësimeve më kryesore të këtij ajeti të begat janë: mësimi i parë, shejtani nuk ka pushtet mbi njeriu. Ky ajet sqaron një të vërtetë shumë të rëndësishme, pra se shejtani nuk detyron askënd të bëjë mëkat. Ai vetëm fryn, sugjeron, zbukuron dhe mashtron. Ndërsa vendimi përfundimtar i veprimit është i njeriut, pra është në dorën e njeriut vendimi. Pra përgjegjësia morale është e njeriu dhe jo të shejtani. Në ajetin 42 të surës Hijr, Allahu i madhruar thot: Inna ibadi laysa laka alejhim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin. Në të vërtet, ti nuk do të kesh pushtet mbi robët e mi, përveç mbi të humburit që të pasojnë ty, pra që pasojnë shejtanin. Ky ajet shpreh pra një parim shumë të rëndësishëm në besim dhe jetën shpirtërore, se shejtani nuk ka fuqi reale mbi njerëzit e sinqertë dhe besimtarë e devotshëm. Ndikimi i tij kufizohet vetëm tek ata që vetë zgjedhin ta ndjekin atë dhe largohen nga rruga e drejtë, nga rruga e Allahut. Ajeti na mëson se njeriu ka liri zgjedhje dhe përgjegjësi në veprimet e tij. E keqja nuk imponohet me detyrim, por pranohet me vullnet dhe zgjedhje. Ata që janë të lidhur me Allahun, me besim dhe me vetdije, janë të mbrojtur shpirtërisht nga devijimi. Ndërsa ata që ndjekin dëshirat dhe neglizhojnë udhëzimin e Allahut, bëhen më të prekshëm ndaj ndikimit të shejtanit. Ajeti 42 në surën Hijr, ajeti fton të forcojmë lidhjen me Zotin dhe të jemi të vetëdijshëm se rruga e devijimit nuk është e imponuar, por është rezultat i zgjedhjeve tona. Mësimi i dytë i ajetit 22 në surën Ibrahim është faji i zgjedhjes është i njeriut. Sipas Islamit, njeriu është zgjedhës në këtë jetë dhe në jetën tjetër do të llogaritet në bazë të zgjedhjes së tij. Në ditën e gjykimit, shejtani do të largohet, apo si thuhet, do të lajë duart nga ndjekësit e tij. Ai do të thotë atyre: ju vetëm më zgjodhët, unë vetëm ju thirra, ju më ndoqët. Po ashtu do të thotë: unë vetëm ju tregova, dhe ju vetë zgjodhët me dëshirën tuaj rrugën time. Pra, do t'i braktismë. Për shembull, që faji i zgjedhjes pra është i njeriu, po sillim një shembull, një student e di që duhet të mësoj për të dalë me sukses në provime. Por thot edhe pak kohë, pastaj filloj. Shejtani nuk e detyron. Ai vetëm i thot në mendje: ke kohë, relaksohu edhe pak. Pastaj kur vjen provimi, koha e provimit është vonë. Ai shkon i papërgatitur. Pra ishte vetë studenti pra që e shtyu të mësuarin, jo dikush tjetër ja imponoi atij. Pra ishte zgjedhja e studentit që e çoi atë në dështim. Dhe këtu faji pra është i studentit, nuk mund të themi që është faji i shejtanit. Ose një person tjetër thot vetëm 5 minuta do qëndroj në telefon. Por kalojnë orë duke lundruar në rrjetet sociale.
Këtu pra nuk ka një fuqi të jashtme që e detyroj këtë njeri të qëndroj një orë në telefon, por është thjesht një tundimi dhe zgjedhje personale e tij që qëndroj pra me orë të tëra. Njeriu nuk mund të justifikohet në ditën e gjykimit duke fajsuar të tjerët për gabimet e tij. Çdo njeri është përgjegjës për zgjedhjet e tij. Ajeti na mëson se në ditën e gjykimit askush nuk do të mbaj barrën e tjetrit dhe çdo njeri do të gjykohet për zgjedhjet e veta dhe për veprat e veta. Për këtë ka shumë ajete në Kuranin e Shenjtë që thon pra se njeriu do të jap llogari për veprat e veta. Askush nuk jep llogari për veprat e tjetrit. Çdo njeri është peng i asaj që ka punuar vetë. Dhe sipas Islamit, askush nuk është flijuar për mëkatet dhe gjunahet e të tjerë. As profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali nuk është përgjegjës për gabimet, mëkatet, gjunahet e muslimanëve. Secili pra do të jap llogari për veprat që ai bën vetëm. Mësimi i tretë që mësojmë nga ajeti 22 i surës Ibrahim është se mashtrimi vjen përmes dëshirave. Kur Kurani thotë që shejtani thjesht thërret, në realitet ai nuk flet me zë, por vepron përmes mendimeve, ndjenjave dhe justifikimeve të brendshme. Dallimi i këtyre sinjaleve, pra i këtyre mendimeve, ndjenjave e të tjera është shumë i rëndësishëm dhe çdo njeri duhet të jetë i kujdesshëm. Shejtani nuk vjen me forcë, por me dëshira të ulta, tundime, justifikime dhe zbukurim të mëkatit. Shejtani fiton vetëm kur njeriu ja hap atij derën. Për shembull, dikush hyn në mashtrim, korrupsion ose fitim të paligjshëm, duke menduar se edhe të tjerët e bëjnë këtë dhe s'ka gjë, nuk është problem. Atë person pra nuk e detyroi askush që të hynte në rrugën e mashtrimit, por ishte dëshira e tij dhe në fund pasoja i mbetet vetëm atij. Ose një person tjetër futet në një lidhje që e di që është e gabuar, por thot nuk është problem, do e kontrolloj veten. Kjo lidhje e gabuar fillon me kompromis të vogël dhe pastaj rritet gradualisht derisa çon në probleme serioze. Shejtani nuk e shtyn me forcë njeriu pra që të bëjë veprime të gabuara apo mëkate, por ai vetëm ja zbukuron fillimin e gabimit, fillimin e mëkatit. Dhe njeriu me besim të dobët bie me njëherë në kurthin e shejtanit. Shumica e gabimeve dhe të këqijave nuk na imponohen, por jemi ne që i pranojmë ato pak nga pak derisa zhytemi në knetën e tyre. Prandaj le të jemi të kujdesshëm. Allahu kërkova që të jemi të pastër dhe të qëndrojmë larg të këqijave, larg mëkateve, sepse ato janë shkatërruese në këtë jetë dhe ndëshkuese pra në jetën tjetër. Mësimi 4 që mësojmë nga ajeti 22 në surën Ibrahim është shejtani i braktis ndjekësit e tij. Kurani i Shenjtë thekson se shejtani do t'i braktis pra ndjekësit e tij në ditën e ringjalljes dhe do të distancohet prej tyre duke deklaruar se ai nuk ka pasur pushtet real mbi ta, siç thot ajeti 22 në surën Ibrahim. Përveç se i ka nxitur
në përshpëritje të liga dhe i ka joshur deri drejt mëkateve. Në ajetin 16 të surës Hashr thuhet: Mathalu shaytani idh qala lil insani ukfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allaha rabbal alamin. Një lloj si djalli i cili i thot njeriu mos beso. Por kur ky pra njeriu bëhet mohues, djalli i thot unë nuk kam të bëj me ty, thot. Në të vërtetë unë i friksohem Allahut, Zotit të botëve. Pra, shejtani pra është ai pra që e nxit njeriu për të bërë mëkat, gjuna pasaj e braktis. Pasaj pra e braktis. Si thot ajeti në fund, unë i friksohem Allahut, bëhet i devotshëm pasaj shejtani. Më i devotshëm se njeriu pa. Dhe ka shumë njerëz që i përnjësojnë shejtanit në braktisjen e të tjerëve. Dhe këtë e shikojmë tek disa pushtetarë. Kur ja ka nevojë njerëzve, ju janë pranë. Sa po kalon nevojën e tij, i braktisin njerëz. Edhe këta të njëjtë janë me shejtanin. Mësimi i 5 është paralajmërim për ndjekjen e verbër. Allahu e ka krijuar njeriu në forma të mirë. E ka pajisur me arsye, me mendjen, që të arsyetojë, të mendojë për çdo fjalë, për çdo vepër, për çdo hap që hedh në jetën e tij. Dhe Kurani paralajmëron ndjekjen e verbër, kushdo qofshin. Ata që ndjekin të tjerët pa menduar, ata që ndjekin ide dhe ideologji të gabuara, ata do të pendohen në fund. Mos e lidh besimin me jetën me njerëz që të largojnë nga e vërteta, me njerëz pra ndikues që të largojnë nga e vërteta. Për shembull, një person ndjek pa menduar çdo mendim të një influenceri, nuk analizon, nuk arsyeton, por vetëm e vetëm kopjon. Dëgjon, kopjon, edhe i zbaton. Në fund mund të kuptoj se ka gabuar, por atëherë është vonë. Njeriu duhet të jetë i vetëdijshëm dhe të përdor arsyeën në ndjekje dhe në imitim. Dhe mos përdor pra një ndjekje të verbër në këtë jetë. Të mendoj mirë për modelin dhe shembullin që ndjek. Dhe ne muslimanët e kemi shembullin më të lartë. Dhe ai është para profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali. Janë para familja e tij e pastër dhe e nderuar dhe shokët e tij të zgjedhur. Ata na mësojnë se si të jetojmë të pastër, të drejtë, të lumtur në këtë jetë. Ata na mësojnë rrugën e lumturisë në këtë jetë dhe rrugën e shpëtimit në jetën tjetër. Mësimi i 6 që mësojmë nga ajeti 22 në surën Ibrahim është realiteti i armiqësisë së shejtanit. Shejtani nuk është kurrë mik për njeriu. Ai pra të syt mashtron, braktis, mohon dhe të lë vetëm me veprat e tua. Në shumë ajete të Kuranit, Allah na paralajmëron dhe thot që të mos e konsiderojmë shejtanin mik dhe na urdhëron që të ruhemi prej tij. Në ajetin 6 të surës Fatir, Allahu i madhuar thot, me të vërtetë djalli është armik për ju, prandaj vështrojeni si armik. Ai vetëm i josh idhëtarët e vet që të bëhen shok të zjarrit të përflakur.
Pra ky ajet është një mësim, një këshill porosi për të gjithë ata që ndjekin pra shejtanin. Sepse pra ai vetëm i josh idhtarët e vet që të bëhen shok të zjarrit të përflakur, përcëllues në jetën tjetër. Ndërsa në ajetin 60 të surës Yasin, Allahu i madhëruar thot: "Alam ahad ilaykum ya bani Adam an la ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin." Vallë, a nuk ju kam urdhëruar o bijtë e Ademit që të mos e adhuroni djallin, se ai është vërtet armik i hapur, i hapët i juaj. Në këto dy ajete dhe në ajetet e tjera që flasin për shejtanin, ka mësim dhe paralajmërim për njerëzit që të jenë gjithmonë vigjilent dhe të mos bien pre e mashtrimeve të armikut të tyre të përbetuar pa shejtanit. Ka shumë njerëz që mbartin mendime që të shtyjnë drejt neglizhencës ose vonesës së shtyrjes së bërjes së mirës. Ata thonë, nuk e bëj tani, kam kohë. S'është momenti i duhur, e filloj nesër këtë punë. Në shumicën e rasteve kjo është thirrje për humbje kohe. Nëse një mendim të largon nga një e mirë pa arsye reale, është një sinjal i rrezikshëm dhe një cytje nga shejtani që të plagështon e të bën të vakët për ta bërë ata të mirë. Ka njerëz që e justifikojnë mëkatin duke thënë, s'është gjë e madhe, të gjithë e bëjnë, apo thonë, Zoti është falës. Të gjitha këto vendime janë zbukurime të shejtanit për ta mbajtur njeriu të lidhur në fushën e gjunaheve dhe mëkateve. Nëse këto mendime i qetësojnë këta njerëz, ndërkohë që po bëjnë diçka që e dinë se s'është e drejtë, ky është një alarm i madh, rreziku, sepse është një nga mashtrimet më të rrezikshme të shejtanit. Zëri që të largon nga shpresa dhe përmirësimi nuk vjen nga e mira. Çdo shtyrje e vazhdueshme e bërjes së mirës pa arsye reale është sinjal rreziku. Në fund, ky ajeti 22 në surën Ibrahim thot, vërtet të padrejtët do të kenë një dënim të dhëmshëm. Ajeti thekson se padrejtësia nuk mbetet pa pasoja. Ajo çon në një dënim të dhëmshëm në jetën tjetër. Thënia e ajetit është një paralajmërim i fortë që njeriu të mos i bëjë padrejtësi vetes, të mos dëmtojë të tjerët dhe të mos shkel të drejtat, sepse drejtësia është themeli i rendit të krijuesit fuqiplot. Një prej padrejtësive që njeriu i bën vetes së tij është ndjekja e shejtanit. Ajeti nxit për drejtësi, ndershmëri dhe respektim të drejtave të tjerëve. Është një thirrje për pendim dhe korrigjim para se të vijë llogaria. Allahu është i drejtë dhe nuk e lë zullumqarin pa ndëshkim. Prandaj mos i bëj padrejtësi vetes dhe askujt tjetër, sepse ajo kthehet në dënim dhe do të jetë errësira në jetën tjetër, ndërsa drejtësia është drita dhe rruga e shpëtimit. Të dashur vëllezër dhe motra, në mbyllje themi se ajeti 22 në surën Ibrahim na mëson këto gjëra për jetën. Shejtani nuk të lidh me zinxhir. Ai të fton dhe nuk të detyron. Shejtani nuk të urdhëron, ai të sugjeron. Ai ta zbukuron gabimin, të keqen dhe mëkatin. Ai ta shtyn vendimin në momentin e dobësisë. Ti je ai që ja hap atij derën ose ja mbyll. Justifikimet nuk vlen në ditën e gjykimit. Fitoria është vetdia para veprimit. Vetëm Allahu është për shpëtimi i vërtetë. Ky ajet bëhet shumë më i kuptueshëm kur zbatohet në jetën e përditshme, sepse mesazhi i tij nuk është vetëm për ditën e gjykimit, por për mënyrën si njeriu bie në gabime çdo ditë.
Kush zgjedh të ndjek shejtanin, e bën këtë me vullnetin e tij dhe do të mbaj përgjegjësi për pasojat, sepse shejtani nuk ka pushtet detyrues mbi askënd. Prandaj mos e ndiqni atë, sepse humbja është zgjedhja juaj dhe përgjegjësia mbi ju. Kushdo që e ndjek shejtanin do të jetë i poshtruar si në këtë jetë, ashtu edhe në jetën tjetër. Sa bukur na e sqaron ajeti 268 në surën Bekare, mos ndjekin e shejtanit. Dhe na thot, e shejtanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim. Shejtani ju frikson me skamje e varfëri dhe ju urdhëron të bëni vepra të pamoralshme, kurse Allahu ju premton faljen dhe mirësinë e tij. Allahu është mirëbërës i madh dhe i gjithdijshëm. Prandaj le të jemi kundërshtues të shejtanit dhe ndjekës të rrugës së Allahut, nëse kërkojmë shpëtim në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Të kthehemi te Kurani. Kurani është busulla e jetës, është shërimi i zemrave, udhërëfyesi më i mirë. Ai na sjell lumturinë e vërtetë si në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Allahu na ndriçoft jetën me dritën e Kuranit dhe qoftë Kurani ndërmjetësi ynë në jetën tjetër inshallah. Allahu ju ruajt ju dhe familjet tuaja kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.